Today marks a major milestone in Albania. Ishte një tjetër ditë europiane në plot kuptimin e fjalës për Shqipërinë dhe Tiranën. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë më tej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i rirritjes është një urë e shpejtë dhe e sigurt drejt tregut të përbashkët evropian. Përshëndetje dhe të shoh gazetare, të shoh miq. Thank you, dear Mr. Prime Minister, enabling us discussing this very important tool which helps Western Balkan countries on the way into the European Union. We want to make the European Union a lived reality in your countries already today to bring prosperity, stability and security to all of us. All the Western Balkan countries belong into the European Union. All Western Balkan countries should become full members of the Union with, and I stress, full rights as the confirmation for full alignment with EU laws and even more important with EU values. Sot në tryezën e podcastit flasim për episodin e 7. Janë të pranishme dy gra që vinë nga dy rrugë krejtësisht të ndryshme të jetës. Ana, e cila është një tjetër zë kumbues në skenat e operas nëpër Europë, dhe Natasha, e cila kishte shkruar një email shumë të gjatë në adresën e podcastit Flasim, ku jeni të gjithë të ftuar të shkruani nëse dëshironi të bëni pjesë e kësaj tryeze ku të ftuarit ndajnë me publikun rrëfimin e tyre, për aktivitetin e tyre, për jetën e tyre, për sfidat e tyre dhe për një histori të tyre që konsiderojnë ata dhe pastaj natyrisht që e përqafon edhe stafi ynë si një histori suksesi. Ana është soprano, në detyrat e shtëpisë mësova që je nga Fieri, je një nga 3 fëmijët e një familje të thjesht ku nuk ka pasur të paktën në rekordet familjare asnjë zë kumbues, përveç atij të mamit kur ju ka bërtitur u keni qenë vëllë, por asnjë zë kumbues në kuptimin e talentit muzikor apo çfarë do talenti tjetër, babai ka qenë ushtarak. Dhe ti je me një aktivitet intensiv jashtë vendit. Aktualisht je bazuar në Belgjik. Belgjik, po. Po pse në Belgjik? Atëherë unë fillova violinën kur isha 5 vjeçet në Jakob Zoca në Fier. Aty në rreth moshës 13 vjeç erdhën prift, do me thënë që donin të ndërtonin kisha. Ky prift quhet Don Corrado, dhe ata sillnin edhe bursa ose fonde për shkollën e muzikës. Donin të ndërtonin kishën primare dhe erdhën te shkolla e muzikës që të gjenin zëra që të ndërtonin këtë kor. Unë futa në kor thjesht sepse kisha muzikën që i njihja dhe notat, jo sepse kisha ndonjë interes për kanton që erdhi sigurisht më vonë. Dhe në këtë moshë unë dola jashtë shtetit për të bërë masterklase për violinën, sigurisht kantoja erdhi më vonë.
me këto masterclass, koncerte që bëm shumë shpesh, domethënë shkoja dhe vija në Belgjik, në Bryzh, në qytete të ndryshme. Don Corrado për momentin është i bazuar te Kisha Katolike në Tiranë. Tani domethënë se do aq shumë Shqipërinë, mësoj shqip, sigurisht për të ishte shumë e vështirë në fillim, por e mësoj edhe e njeh shqipen shumë mirë. Kur ishte momenti që të doli zëri? Momenti që doli zëri, domethënë këtu e kuptova tek në firë, në kor, por nuk ishte ambicia ime që ta vazhdoja, sepse unë isha violiniste dhe aty desha shumë të vazhdoja. Duke shkuar në Belgjik, mosha 16, nuk desha akoma që të vendosesha plotësisht atje, sepse edhe kultura më dukej shumë e ftohtë, shumë e vështirë. Të ikja vetëm, isha mësuar gjithmonë, si që jemi në shqiptarë, në familje tona shumë të lidhura, tezet hallat nese. Dhe duke, do me thënë, fillova pastaj një vit që ta provoja në Belgjik, aty duke bërë violinën është e detyruar të bësh gjysmore të gjithë, duhet ta bëjnë, domethënë me të gjitha instrumentet, të gjitha degët, duhet të bëjnë gjysmore të detyrueshme kanto. Dhe aty zysha ime e kantos në Belgjik, në Leuven, tha, Ana, duhet bësh patjetër kanto sepse ke një zë shumë të veçantë, i thash, nuk e di, se ne jemi mësuar që të bëjmë një gjë dhe të bëjmë tamam, nuk mbajnë dy kunguin në sqetull, dhe po më ta bëj një kohësisht edhe shiko pastaj si zhvillohet. Unë kisha fituar një gjysmë burse nëpërmjet këtyre fondeve dhe koncerteve që kisha bërë gjatë kësaj periudhe nga mosha 13, 16 edhe më tutje, dhe aty mu dha mundësia që të vazhdoja këto dy degë në Leuven. Dhe pastaj më pas mu dha bëra audicion dhe roli i parë mu dha në një moshë shumë të vogël, do më thënë mosha 18 vjeçe, që është shumë shpejt për të filluar një rol të madh në një shtëpi të madhe siç është teatri i Royal i La Monnaie në Bruxelles. Dhe pastaj më mbrapa duke vazhduar edhe studimet njëkohësisht edhe duke punuar, sepse nuk isha fonde të plota, familja ime, një familje thjeshtë, shqiptare, nuk mund të më mbështeste, me pak vështirësi edhe me vullnet, jemi këtu ku jemi sot, domethënë vazhduam. Në ndërkohë, nga ana tjetër është Natasha, e cila ka quar një email gjatë, siç thash. Ndër të tjera, thuhet se dëshira për të qenë e pranishme lidhej me bashkimin me dëgjuesit të emocionit i libri special që pritet të vijë në këtë prag festash kombëtare, sidomos në prag të ditës së alfabetit, studimin e thelluar me bashkëautorësi mbi abetaret e autorëve Elbasanas. Evolucioni i abetareve në Elbasan. Një studim që rrok qasje didaktiko-pedagogjike në abetaret e ardhura nga treva e njohur për vlerat e saj arsimore. Dhe duke qenë i pari libri i këtij lloji, ai nxjerr në pah rolin e pedagogjisë Elbasanas në zhvillimin e arsimit kombëtar dhe të kulturës gjuhësore kombëtare. Pastaj vijon në mënyrë të detajuar të gjitha aspektet që kanë bëjnë me librin, dhe në ndërkohë ka dhe një pjesë që flitet për mësuesin, si edhe për nismën vullnetare, fjalët janë farza. Po. Në një kohë dhe në një botë ku fjalët janë kthyer në të dhunuarat e mëdha të aktivitetit njeriu të folës. Pastaj së treti edhe për përvojën 2 vjeçare si kultivuese e didaktikës së gjuhës shqipe në Universitetin Napoli Orientale. Dhe në fund ka dhe një moment kulmor një student i huaj i thot zyshës që atëherë nuk di asnjë fjalë shqip, por ku dëgjova ato fësh të një poezie
tuaj një thash vetes ti duhet patjetër ta kuptosh të mrekulli dhe u regjistrova në kurs. I referoi poezisë Kadares Epitaf për aviatorin, kjo ishte forca shqipe, si mu mundohet të bëj një prezantim të përmbledhur të letrës gjatë për cilën ju falenderoj paraprakisht zysh Natasha. Natyrisht nuk kemi kohë të hymë të gjitha detajeve, por le të nisim me pikërisht atë që është pikë referimi e përbashkët të gjithëve, që është Elbasani si djep i pedagogjisë edhe i qëmtimit të dijes përmes librit. Nga vjen kjo, nga pse, si u krijua kjo vatër e dijes në Elbasan, se mbase ka interes edhe për dëgjuesit, për mua që po pyes. Në lagjen Kalla të qytetit Elbasanit ka një grup, ka patur të paktën, një grup familjesh shumë të interesuara për shkollimin e fëmijëve të tyre. Dhe ka qenë një lloj destinacioni për familjet elbasanase që të paktën kështu e kam ndjeru dhe kështu ka ardhur gojë që djemve jepnin zanat, vajzave jepnin shkollë. Kjo krijoi një lloj ligjërimi metonimik që përcaktonte destinacionin e fëmijëve të kësaj lagje, sepse ne duhet ta pranojmë që emrat më të mëdhenj të arsimit shqiptar kanë dalë pikërisht nga lagja Kala. Karin, juve mund ta thoni, unë nuk mund ta pranoj, sepse nuk mund të hyj në luftë me gjithë lagjet e tjera të Shqipërisë, ku të gjithë mendojnë se kanë pasur pikërisht aty tek lagja e tyre farën e gjithçkaje që ka ndodhur në Shqipëri. Unë flas. Jo, po ju mund ta thoni, po se më që më bëre thirrje për ta pranuar, unë se pranoj, ajo se pranoj. Mund të pranoni, po unë mund të flas me as nuk e kongashet, ja, një Shikoni, Konstantin Kristoforidi është Elbasanës, Aleksandër Xhuvani është Elbasanës. Normale u bën Elbasan. Qyteti që prodhoi mësues për të gjithë. Të vërteta janë të tëra këto, por atë se pranojnë dot. Dhe kjo është arsyeja që ne si Elbasanas kemi të drejtën të mburemi me këtë gjë. Dhe unë nuk ju pyeta kot që t'i bënim një nderim këtu të gjithë atyre që ishin protagonistët e kësaj e krijimit të kësaj vatre të padiskutueshme të dijes. Dhe unë jam rritur në një mjedis që gjua ishte gati e pranishme në çdo familje, sidomos në timen, që në kushtet e një varfërie të kohës, i mundq me cilin jam rritur kur numëronte gjërat me vlerë të familjes tonë, bibliotekën e quante të dytën. Kështu që destinacioni i fëmijëve ishte shkollimi dhe në mënyrë fare të pavetëdijshme, unë e dija që rruga ime do të ishte arsimi. Sepse sikur se u thash kishte një ligjërim metonimik të tipit do të luani deri tek Xhuvani, do të takohemi tek Kristoforidi, shkolla, kishte shumë shkolla, po shkolla ishte vetëm normalja që ishte brenda këtij komuniteti. Kështu që askush nuk më tha që ti do të studiosh për gjuhë shqipe, por unë këtë e ndjeja. Ishte në subkonsciencën e komunitetit të cilin unë jetoja. Me kalimin e viteve, duke u disiplinuar në studimet e kësaj fushë, kuptova që kishim shumë nevojë për një studim, flas pikërisht tani kur kisha shkelur shumë rrugë dhe kisha lexuar dhe punuar në këtë fushë, mendova që kishim nevojë të hidhnim syt tek një fushë shumë pak e eksploruar, e studimit shkencor të librit në fakt më të përdorshëm për shekuj, që është Abetaria. Më pak i studiuar, më pak i fokusuar dhe më pak i vlerësuar me prestigjin shkencor që ai meriton. Kjo është arsyeja që bashkë me kolegen ne vendosëm që të hedhim syt pikërisht tek evolucioni i abetarëve elbasanase. Edhe kolegja nga Elbasani është? Edhe kolegja, padyshim. Po pse padyshim? Po ishte edhe nga Vlora. Po. Si quhet kolegja? Shqipe Adysseni. Që t'ja përmendim Po, patjetër. Futenin në sherr pas. Jo, unë e ftova, po ajo është natyrë. Më falni për mungesën e modestisë, po si gjithë elbasanasit që nuk i pëlqen të jenë shumë të dukshëm.
Por që patë nuk mund dilte ky libër, i cili ka nevojë për një bashkërendim të punës së një gjyqtari me një pedagogjist. Pra është një studim që kërkon domosdoshmërisht integrim të fushave të ndryshme. Gjyqtarin, psikolinguistin, kërkon sociolinguistin, por padyshim metodistin dhe pedagogjistin. Kështu që gjeta ajo gjeti tek unë dhe unë tek ajo, pra gjetëm tek njëra tjetra një bashkëpunim shumë të mirë për mënyrën se si ti qasemi kësaj vepre, e cila vërtet që na mori shumë kohë, por unë jam ndjerë shumë komode. Jam ndjerë komode me dialektin me cilin jam rritur, unë ndjeva si në shtëpi. Me dialektin kur jam rritur, me faktin që mora një përmas tjetër, sepse isha studente e njërit prej abetare shkruesve dhe metodistëve më të mirë, shumë pak të përmendur Alisha Shajt, por sigurisht që edhe Mikesh e Shqipa Gjysenit, që është edhe ajo një nga abetare shkruesit më të vonë të abetareve në Elbasan. Po pse abetarët në Elbasan? Nuk janë abetarët e gjithë Shqipërisë? Po, patjetër që janë abetarët e gjithë Shqipërisë, po ne morëm një kriter. Pyes për evolucionin e abetarëve. Sa abetarë janë shkruar atje? 9 abetare. Në harkun e sa viteve? 1867-2024. Edhe ato kanë qenë pastaj të shpërndara në gjithë Shqipërinë, apo ka pas edhe në pjesë tjera të Shqipërisë abetare që janë shkruar? Sigurisht, Shkodra është një vatër abetare shkruesve të përsosur shumë të mirë, të cilët sollën metoda bashkëkohore të jashtëzakonshme, por ne kishim nevojën të theksonim 2 momente. Faktin që abetarea e parë Konstantin Kristoforidit e shkruar në toskërisht në 1867 dhe më pas në gegërisht 1868 përbëri themelin të gjitha abetarëve të mëvonshme. Madje Kristoforidi është i pari që abetarë janë shkruar në total në Shqipëri? Në total eksaktësisht shifrën nuk e di, por janë shkruar shumë abetare që përfshin një hark kohor prej 2 shekujsh. Po në Shkodër sa janë shkruar? Në Shkodër nuk e di, ne jemi në fazën që po grupojmë abetaret e Shkodrës, por i kërkojmë ata. Do ishte interesante sigur të bëhej jo thjesht një studim për një koleksion i gjithë abetare. Ekzistojnë origjinale dhe këtyre? Po, i kemi edhe në bibliotekën kombëtare, ku ne kërkuam, por i kemi në arshivat e bibliotekave përkatëse, qoftë Elbasanit, qoftë Shkodrës, sepse jemi në stadin që po rrëmojmë abetaret e Shkodrës për të bërë edhe një studim mbi to dhe me shpresë dhe pastaj të krahasojmë, sepse dhe Shkodra është një burim i jashtëzakonshëm i mendimit shkencor në lidhje me faktet gjuhësore. Por Kristoforidi është ai që solli i pari termin abetar, që Çabej thot duket sikur e ka latuar këtë fjalë në shqip, ndërsa Xhuvani është i pari që ka përceu gjithë parashësit në këtë drejtim dhe solli një abetare ku për herë të parë vjen re elementet të psikolinguistikës. Kjo është arsyeja që ne në fakt kemi dëshirë të themi që jemi Elbasanas të Xhuvanit dhe Kristoforidit. Aktualisht, Ana, në çfarë stadi është karriera? Unë në prill sapo bëra ëndrrën time që ishte të këndoja Madame Bovary. Ne në Shqipëri sigurisht e kemi të lexuar, së lexuar, ne kam lexuar kur kam qenë e vogël sigurisht. Me një pikpamje tjetër, një pikpamje që nuk e desha fort Madame Bovary, ndërsa në Belgjik nuk njihet dhe aq shumë kjo literaturë. Sigurisht në Francë ajo është si Shakespeare-i, janë shumë adhetar dhe mbrojtës ndaj kësaj. Ne shkuam edhe bëm edhe turne në Francë, por u prit shumë mirë. Kjo oper u bë për zërin tim, gjë që jam tepër e lumtur edhe shumë krenare. Unë bëra audicion me shumë këngëtar të tjerë në Bruxelles. Dhe e realizuam në prill në La Monnaie në Bruxelles. Dhe do ta bëjmë tur sigurisht edhe në Francë, në Spanjë, në festival grek, në teatrin e madh në Barcelonë, në Korrik të 2026-ës, në 2027-ën përsëri në Francë dhe do shkojmë edhe në Amerikë.
Vi pak tek këto klubet e leximit dhe tek fjalët janë farza, sepse kjo është një tjetër pjesë interesante që mendoj ja vlen ta ndajmë edhe për të kuptuar si funksionon, çfarë evolucioni ka pasur, sa e motivuar jeni që ta vazhdoni dhe çfarë mund bëhet më mirë. Është gjëja që dua më shumë. E bëj me shumë dashuri. Ka nisur disa vite përpara kur unë fillova që të vendosa që e ardhmja ime në procesin e të shkruarit është letërsia për fëmijë. Dhe kisha menduar që fjalët janë farza, në fakt erdhi në fazën e dytë të takimit me fëmijët. Vendosa të bëja klube leximi me fëmijët. Kisha një reminiscencë nga fëmijëria ime, kur për shkak se kaq ishte argëtimi ne mlidheshim, askush nuk na detyronte, askush nuk e orkestronte, ne mlidheshim, lexonim poezi, lexonim pjesëza romanesh, komentonim, dhe thash pse të mos kalojnë dhe fëmijët e sotëm nga kjo rrugë. Edhe fillova të bëja klube shumë të vogla, fillimisht me fëmijët e miqve dhe të shokëve. Pastaj tërhoqja mësuesit, shfrytëzova maksimalisht bibliotekat e qyteteve, të lagjeve, duke mbledhur fëmijë, duke folur dhe pash që vërtet kur unë i thoja një fjalë të bukur, të menduar sipas perceptimit tim, nxirja një buqet fjalë shumë të bukura nga fëmijët, më befasonin, më bënin për të qeshur, luaja me to, dhe kjo ishte shumë e bukur. Gjatë këtyre takimeve kam lexuar shumë, edhe nga letërsia ime, t'ju them të vërtetën, kjo ishte nisma. Por pastaj pash që interesi i tyre shkonte për te gjërave që unë kisha shkruar. Dhe fillova të cilja fragmente nga Jules Verne, që ishte dashuria e fëmijërisë time. Fragmente nga Gaço Bushaka, po me pak kujdes që të zgjidhja fragmente të tilla të përshtateshin fëmijëve të kësaj kohe. Dhe pash që shiko, kjo ishte rruga më e bukur për të marrë gjërat e bukura për tyre, sepse unë mendoj që gjithmonë koha është e fëmijëve. Fëmijët nuk janë e nesërme, janë e sotmja. Dhe për këtë kam investuar shumë në këto klube për cilat ju them vërtetëm dhe jam paragjykuar. Jam paragjykuar dhe më kanë thënë old school, jam paragjykuar sepse gjithçka e kam bërë pa para dhe pa investuar nga askush, me dëshirën time. Sigurisht që mua do të më vinte feedbacku nëpërmjet librave që nëpër libraritë e qyteteve do të shiteshin patjetër, por ama rruga për të shkuar deri atje e librit sot është shumë e vështirë. Duhet ta kesh ta prekësh lexuesin. Është e vështirë të bashkosh disa fëmijë dhe t'i bësh magji që t'i ulësh dhe të dëgjojnë. Dhe unë këtë e bëra vetëm nëpërmjet fjalëve. Prandaj them, fjalët janë farza. Si do të vazhdoj kjo gjë? Unë jam e bindur që do të vazhdoj, sepse sa po kam ardhur nga një takim me fëmijët në Spanjë, në një qytet të vogël, që ka shumë shqiptar, dhe u takova me 10 prej tyre. Ishte shumë bukur kur ti flisje shqip me ta, ata pak shqip, pak spanjisht, spanjishtja ime është e varfër, dhe unë gëzova shumë. Gëzova shumë, këtë e vendosa në rrjetet e mia sociale, dhe do të vazhdoj ta bëj me fëmijët në Shqipëri. Klubet e leximit janë një rrjet apo? Jo, unë e kam ndërtuar një rrjet sipas mendimit dhe perceptimit tim, të cilin vazhdimisht e frekuentoj, ai pasurohet me fëmijë se fëmijët rriten, dhe kjo është e bukura. Sa klube leximi janë? 8. Ku janë? 2 prej tyre i kam në Elbasan, kam një klub leximi në Tiranë, që i bie 3, kam një klub leximi në Lecce. Më pëlqen ta them këtë gjë, do shkoj tani përsëri. Kam një në Korçë që i kërkoj falje, nuk e kam frekuentuar ai sa ata ma kanë kërkuar. Një në Shkodër që sapo është formuar, një klub. Po e bën vetëm apo ka edhe një grup? Jo, unë këtë e bëj vetëm. Takoj mësues. Fat i madh i imi që kam qenë trajnere e mësuesve të arsimit para universitar për shumë vite. Dhe kjo më ka bërë që të krijoj rrjetin e lidhjeve me mësuesit të njohurive, dhe shkoj, flas, dëgjoj. Ka raste një klub shumë i mirë është këtu në Tiranë që është në kujdesin e një zonje tepër të nderuar, e cila nisi si klub me mua, po ajo e ka zgjeruar tani. Fton edhe të tjerë lexues, kështu që këto më japin shumë kënaqësi.
është një kënaqësi e madhe të jesh pranë fëmijëve dhe të burojnë Çfarë moshash janë? Cikli fillar. Pra deri në klasë të 5. Të burojnë idet nga fëmijët. Madje janë kritizerë shumë të mirë. Kur unë shkruaj libra, ju a lexoj atyre përpara se ti botoj poezitë dhe janë kritikët më të pastër, sepse fëmijët s'kan diplomaci fare për fatin e tyre të mirë. Dhe episodi më i bukur ishte përpara se të botoja librin tim të fundit, i mblet dhe filloj të lexoj me shumë pasion një poezi në Word, jo libër, e bindur që atyre do t'i pëlqente dhe më besoni kur unë mbaroj të lexuari, largohem nga ky pasion, shef që ata kishin ikur. Poezia u gris. Pra janë kritikët më të mirë, më të mrekullueshëm që më bëjnë kritika, sepse edhe unë jam njëri dhe ju gjithmonë jam e kujdesshme kur flas me ta. Pra janë kaq të mirë, kaq të mrekullueshëm dhe më motivojnë në çdo gjë. Më besoni, kjo është arsyeja që unë e bëj me kaq. Sa fëmijë ke kaluar në këtë proces? Unë nuk i kam numëruar, po ka që nga viti 2017. Duhet ke, nuk i kam numëruar. Sa janë në një variojnë. Ka patur dhe grupe të mëdha me 30, po rrallë, jo shpesh. Dhe për mua më pëlqejnë më shumë grupet e vogla. Sidomos kur lexoj poezia nuk duron shumë as zhurmë, më pëlqen grupet me 8, me 7, edhe me 3. Unë nuk kam përtuar asnjëherë të shkoj, edhe me 3 fëmijë, sepse ato të dëgjojnë. Edhe studentët më dëgjojnë, por nuk janë aq dëgjues të mirë sa fëmijët. Mjaft që të gjesh farën e duhur. Shumë interesant është kjo iniciativë dhe duhet gjetur një mënyrë për ta mbështetur, për ta zgjeruar. Një poezi shumë e bukur, nëse mundem, që më erdhi drejt për së drejti nga fëmijët, ishte kur një fëmijë në Kopësht ishte shumë i shqetësuar se kishte humbur ëndra që kishte parë atë natë. Dhe ishte parashkollor, në fakt, thash pse më ka humbur ëndra, nuk e di si ta bëj. Dhe unë shkrova një poezi shumë që e kam shumë për zemër. O bëbo, më iku ëndra tek po flia në mëngjes, se si më doli nga mendja, as vetë nuk e mora vesh. Nga dritarja do ketë dalë, tha kokoja seriozisht. Gjysha e la hapur mbrëm dhe ka ikur gabimisht. O, të shmë gjeti, si t'ja bëj? Shpejt e mami i ka vrap. Mamushe më iku ëndra, si ta bëj që ta gjej prap? Ishte ëndër shumë e bukur, në të isha inxhinier, si më iku, ku ta gjej, si ta shoh edhe një herë? Mami më puthi në faqe. Alex, shkoj ëndrës pas, do ta gjesh, unë jam e bindur, veç se mos ju ndaj një çast, do e të fshehur në për libra, duhet sa vullnet të kesh. Ëndrat kapen duke rendur, jam e bindur do ta gjesh. Faleminderit. Tani kjo ndërhyrje pa parashikuar e zyshës e bëri tani të detyrueshme që na këndosh një pjesë këtu, një copës, një fragment në zgjidhje vetëm. Kam diçka në mend, një arje franceze ose gjermane. Mund të zgjidhni. Franceze. Nuk e franceze. Franceze? Okej. Të largojmë pak se. Celui dont la parole efface toute peine, le prophète est ici. C'est vers lui que je vais. Il est doux, il est beau, sa parole est sereine. Il parle, tout se tait, plus léger c'est la sans bruit, il parle, encore viendra-t-il, quand pourrai-je l'entendre? E të tjera. Për mua është një pjesë shumë e bukur sepse është edhe momenti kur ajo josh jo Kananin, më pas e vret letra e Herodiadët Masene.
Kënaqësi shumë e madhe juve. Kënaqësi edhe për mua të jem këtu të flas me ju. Po një koncert recital në Fier do ta bësh? Wow, nuk kam qenë në Fier ka shumë kohë, vi shumë shpesh në Shqipëri, vi gati çdo muaj, por në Fier do kisha shumë dëshirë të shkoja në Fier, të bëja koncert atje. Kjo është shumë ide e mirë. Nuk e kam menduar seriozisht, kam menduar gjithmonë të vi tek opera në Tiranë, sepse është opera atje, por pse jo, me shumë dëshirë. Opera në Tiranë është tjetër gjë dhe nuk diskutohet që është natyrale që të mendosh. Jo, do më pëlqente shumë. Kam shumë dashuri dhe flas akoma me profesoren time. Një recital nga ti komuniteti mbase ja ke një borç të vogël. Patjetër, po edhe shkollës time të dashur. Edhe shkollës tënde të dashur. Po, profesorëve flas dhe me ta. Po pse vjen çdo muaj në Tiranë? Nuk është kërkesë llogari, është thjesht. Jo, sepse kam familjen këtu, domethënë gjë, okay? Dua t'i shikoj sa më shpesh edhe qoftë edhe për 2 ditë vi edhe iki. Sipas agjentës, domethënë të ngarkuar, familje, të gjitha punëve, karrierës, tani sapo erdha nga Istanbulli që ishim në një festival, kënduam atje 5 veta bashkë me kolegët e mi të tjerë, po bënim një tur edhe më mbrapa jam në Spanjë duke bërë Maria Magdalenën në Barcelonë për 3 muaj. Do bëjmë edhe me një regjizore shumë feministe në Barcelonë, Carme Portacelli. Mendoj që do bëjmë diçka shumë të bukur, si edhe me disa aktorë të mirë nga Hollywoodi, do ketë edhe tekste edhe jo vetëm kanto. Sa bukur. Sa bukur. Në një pyetje për mua keni me shikoni edhe një hapësirë në këtë sezon që jo vetëm pyes, po dhe pyetem nëse keni një pyetje urdhëro, a keni marrë librin? Ky është libri që un kam disa vite që e përdor me studentët, sepse sintaksa juaj është e çuditshme dhe nga të paktat e çuditshme në shkuptim. Her pas here unë bëj ushtrime me veten, marr fjali të gjata tek Adareja, dhe tek ju, dhe i bëj skemat. Kam hobi këtë gjë. Më ka ndodhur që edhe ta lë lodhi, nuk e bëj dot. Ose e bëj dot, po do përqendrim mbasi të gjithëve na ka ndodhur kjo gjë. Edhe kam parë që keni një sintaks të mrekullueshme, shumë shqip. Kam vizuar, ky është libër shumë i përdorur. Kam vizuar fjali që në rreshta mund shkojnë, nuk e kujtoj dot tani se e përdor vazhdimisht, mund shkojnë 9 rreshta, një folje. Dhe pafund pjesore. Kjo është një anë. Ana tjetër është që unë jam në kontakt vazhdimisht me të rinj dhe fëmijë që duke qenë bilingual, sintaksa e juve përkatëse po e dëmton sintaksën e shqipes. Kjo marrëdhënie që keni ju me shqipen më ka befasuar gjithmonë. Si vjen kjo gjë? Nuk e di, unë kam thënë edhe në ndonjëherë tjetër që jam një dashnor shumë i përkushtuar gjuhës shqipe, e ndjej shumë edhe më pëlqen jashtëzakonisht të shkruaj. Edhe madje kur në rastet e radha kur më çdo mundësia që të takohem me Ismailin, pjesa që më tërhiqte më shumë ishte kuraria që ta fusja në bisedë për gjuhën. Se natyrisht ai zotronte shqipen në një mënyrë të jashtëzakonshme, po ajo që më pëlqente shumë ishte kur ai bënte krahasimin me rusishtën, se Ismaili fliste dhe frëngjisht, por rusishtën e kishte të zotruar, ndërsa frëngjishtën e fliste, e lexonte, po tek rusishtja ishte thelluar shumë, edhe e kishte kompetencën për të bërë paralelizmën me shqipen, dhe duke qenë se rusishtja është gjua e disa kolozëve, dhe duke qenë se ai
ka bërë edhe shqipërimin e reve në pantallonave që për mua është një gjë jashtëtoksore edhe e pyesja për rret në pantallona të versionit origjinal të Majakovskit. Dhe Ismaili kishte mënyrën e vetë se si argumentonte që unë s'marr përsipër do që ta përsëris, por argumentonte që shqipja ka disa instrumenta që nuk gjenden në rusisht, dhe sipas tij rusishtja në vetvete është një gjuhë me shumë instrumenta. Edhe në ndërkohë unë e shikoj, e kam parë në disa raste kur më është dhënë mundësia që të bëj korrigjime ose të bëj redaktime të fjalimet mia në anglisht, se si është e pamundur që shumë gjëra që shqipja i ka, shumë gjëra, ti kthesh në anglisht dhe ti ruash, nuk është impossible. Dhe pavarësisht se për mua që nuk e zotroj anglishten siç zotroj shqipen, më duket normale që ato të kthehen, por kur një dikush që e flet anglishten si gjuhën e nënës thotë çfarë do të thonë kjo, ose kjo s'bën sens, të duket dhe të mërshme që të detyrohesh ta reduktosh larmin e nuancave për shkak se s'bën sens. Tani, unë nuk është se kam studiuar, por e kam shumë organike dhe më vjen shumë natyrshëm, edhe e kam kënaqësi të posaçme kur shkruaj, nuk kam mundësi të ulem përpara një kompjuteri dhe të ri të shkruaj siç kam pas mundësinë kur shkruajta Kurbanin, por Kurbani ka dalë me një frym, shumë ka. Jo, Kurbani është shkruar në mënyrë të pandërprerë. Po. E transmeton lidhja, domethënë, po. Edhe shkruar në një periudhë 2 mujore, diçka e tillë. Duket, po, ndjej. Edhe pandërprerë, ditë-natë. Vazhdimisht kur mundem, për shembull në avion, në makinë, kur jam që shkoj lëviz nga një vend tjetër, më pëlqen shumë që të shkruaj copza gjëra që lidhen natyrisht, lidhen me punën, lidhen me fjalimet. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit, edhe thjesht për kënaqësinë e shqipes, jo për ndonjë arsye tjetër, dhe për natyrisht dëshirën që ti shoh në një libër disa gjëra që i kam shkruar me shumë dëshirë. Nuk e di nëse ju a kanë thënë të tjerë përpara, po paraprakisht dua të them që një gabim kur përsëritet në gjuhë kthehet në rregull. Jeni pjesë e grupit që vendos parafjalë përpara ndaj foljeve, në ndërkohë, me patjetër. Dhe e përdorni shpesh këtë gjë. Nisu nga kjo, kam disa kohë që po dëgjoj vazhdimisht kur folës të ndryshëm, dhe mbase mund të jemi në fazën kur parafjala do të na bashkohet me ndaj foljen. Nuk ndot në gjuhën shqipe. Nuk i di këto. Unë kam lexuar shumë kur kam qenë në një moshë të vogël. Pastaj jam përqendruar më shumë tek leximet specifike për artin, historinë e artit, artistët, edhe filozofike në fazën e adoleshencës dhe në një periudhë më pas. Po. Me ato libra dhe ndaluar, ose libra në gjuhë huaj që qarkullonin, ose libra italisht që i kishte gjyshi në bibliotekën e vet, që do të kishin mbet nga biblioteka e gjyshit në Vlorë. Dhe pastaj pothuajse totalisht jam përqendruar tek leximet që kanë bëjnë me politikën, me historinë e politikës, me historitë e vendimmarrësve, figura politike normal në funksion të që
Do të thot, du përpiqem të them që nuk është se e kam ushqyer shumë me lexime shqipen, edhe pse për ta thënë të tërën sinqerisht, kam shumë problem kur e lexoj të varfër ose kur e lexoj të banalizuar. Dhe një nga leximet ose një nga ata që më kanë influencuar shumë me ato piruetat dhe me befasit e gjuhës shqipe ka qenë Petrozhej dhe besoj që përkthimi i Don Quixotit është diçka e mahnitshme, edhe ai për shembull një gjë që ai e përdor edhe që nuk është korrekte, thonë, ose di që është korrekte, që është korrekte në këtë aspekt ka një pamje shkencore po flas. Po ai përdor bashkimin e disa fjalëve bashkë, shumë e me asnjë të përngjasuarën. Edhe si Azgushi. E me asnjë të përngjasuarën dhe me asnjë të përngjasuarën është një fjalë. Po. Dhe unë kam pas fatin ta njoh dhe të flas me të dhe ai lufton, ai këtë gjë e luftonte, thoshte kështu duhet të jetë. Nuk duhet të jetë ndryshe. Duhet të jetë sepse është një mbiemër. E me asnjë të përngjasuarën është një mbiemër. I me asnjë të krahasuarin është një mbiemër, thoshte ai. Kështu që kjo është marrëdhënie me shqipen. Unë besoj që është një mrekulli që t'jetë dënë dhurata t'jetosh edhe t'jetë dënë në Shqip. Ajo që është tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfërohet, po përshëndohet Shqipja edhe kjo me sa duket është një vuajtje për të gjitha gjuhët. Unë flisja me një profesor të gjuhës italian, edhe më thoshte që ai në fakt ishte në prag pensionit, dhe se më tha, zi për presdal pension, se nuk mundem ta jetoj do të më nivelin e friction të italishtes të studentëve të sotëm. Prandaj duhet fillojmë nga fëmijët. Po, këtë po flisnim pak paraprakisht dhe duhet mbështetur më shumë arsimi, gjuha, sa dhe unë kudo edhe në Belgjik e shikoj, do me thënë, me gjithë gabime, bile edhe këto fjalët që kanë para si për shembull i, nuk i din. Tani më është futur frima. Është futur virusi deformues i komunikimit shpejt në për telefona, shkurtimet, heqja e për shembull shenjave të piksimit. Viktima e parë e gjuhës shqipe, jo sot, po e para që kur hyri kompjuteri i parë këtu në këtë vend është ë-ja. Edhe ç'ja. Edhe ç'ja. Dhe unë më kujtohet kur shkova në Ministrinë e Kulturës, unë vura një job për ata që i bënin shkresat pa ë. Dhe unë nuk firmosja shkresa pa ë, pastaj u bë e tmerrshme sepse që në fakt te kompjuteri është shumë e thjeshtë, ti bën vetëm një manovër aty dhe ti tani kanë dalë dhe tastiera. Ti mund ta përdorësh ënë dhe s'ka problem, por imagjino tani në celularët e në këto megjithëse ë-ja kanë dalë tastierat më është do shfaqet dhe zhduket sipas masës përdorimit, po është një katastrofë. Ka ardhur koha për një reformim kurikular në arsimin e mesëm të lartë, sidomos në lëndët e gjuhës dhe letërsisë, në mënyrë që të arrijmë të vrasim sado pak analfabetizmin. Ne rikthyer gjuhën. Por në shkollën e mesme, se kishin hequr fare. Tani unë kërkoj një rikthim tjetër. Unë kam luftuar atëherë dhe i thosha gjuha shqipe duhet rri deri në universitet dhe duhet rri deri në fund.
kam thënë qysh atëherë që ne gjuhën shqipe duhet ta fusim në të gjitha në të gjitha radhët, në të gjitha nivelet e shkollimit, një dhe tjetë me detyrim. Dhe kush nuk flet shqip dhe kush nuk shkruan shqip s'duhet marrë diplom fare as për asgjë tjetër. Si kudo. Kështu kam menduar unë. Por nga e thëna në të bërë është mes një detitër edhe vetëm një konkluzion pozitiv ka kjo për mua që janë gjitha këto prova që nuk jam ai diktatori që shumë kush mendon, po në këtë rast për fat keq. Unë mendoj që kompetenca që gjuha sot ka fituar kompetencën komunikative që nuk e ka patur përpara si kurrikul flas. Se ne jemi marrë shumë me ta gjuhën, po si jemi marrë me komunikimin. Dhe këtë ka fituar në kurrikulat e shkollës mesme. Po vazhdoi të ngulmoj shumë për një integrim të gjuhës me letërsinë në arsimin e mesëm të lartë. Të mos bëjmë gjuhë për gjuhë, po të bëj gjuhë në të shprehur, që kur ai të mbaroj klasën e 12 të jetë një zotrues i mirë i gjuhës shqipe, një komunikues i mirë i gjuhës shqipe. Dhe unë jam shumë entuziaste për futjen e gjuhës shkollë mesme, padyshim. Por mendoj që e kemi kaluar këtë fazë. Jo, dakor, nuk mendoj që të jenë të integruara. Unë mendoj që çdo gjë plus që ne bëjmë për gjuhën dhe çdo gjë plus që mund të bëjmë duhet marrë shumë seriozisht, sepse do të na varfrohet dhe do të na humbas në për masa që nuk mund të imagjinohen, por që edhe pastaj përbëjnë humbje që nuk kthehen dot mbrapa. Eksakt, po. Kështu që për këtë arsye unë jam absolutisht mbështetës i çdo lloj ideje të kësaj natyre. Por duke qenë se këtu nuk jemi në një format që na ndihmon të hyjmë në të thella. A ndjehesh i plotësuar? A ke realizuar gjërat që deshe të realizoje në fushat e artit, pasioneve të jetës? Unë vuaj nga pakënaqësia. Ata që më njohin nga afër e dinë shumë mirë këtë gjë. Ata që më shikojnë nga larg nuk e besojnë fare këtë që po them unë, sepse me sa kam arritur të kuptoj është që në distancë perceptimi që unë krijoj është shumë ndryshe nga çfarë unë jam në të vërtetë. Dhe nëse në distancë mund dukem si dikush që mendon se i di të gjitha, në fakt unë vuaj nga pakënaqësia, dhe unë jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. Nuk them që po tu jam happy, sepse në qoftë se do ketë një gjë me të cilën do jemi kënaqur pa kushte, besoj do arri ta shoh momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse aty ajo është një gjë epokale, historike, jashtëzakonshme dhe që përtej të gjitha gjërave domosdoshmë është një, ndërsa të gjitha arritjet e tjera që sigurisht nuk kanë kohën as për fatin, as për as për çfarë kam arritur etj, po gjitha tjerat i shoh me një ndjenjë pakënaqësie ndaj vetes, jo ndaj mundësive që më janë dhënë, po ndaj vetes. Sepse në çdo gjë mendoj që mund të kisha bërë gjërat më mirë, mund t'i bëj gjërat më mirë, dhe është një gjë që jam pasur historikisht. Unë luftoj shumë për bindjet e mia, domethënë jam shumë i vështirë në debat, sepse i mbroj me shumë forcë bindjet e mia, dhe unë mendoj që njeriu duhet i mbrojë bindjet e vetë me forcë. Por jam shumë i hapur për të kuptuar se çfarë mund të bëj më mirë, edhe për të kuptuar se ku mbase tjetri e ka mirë dhe unë e kam gabim, por nuk e tregoj. Këtë nuk e tregoj. Me profesionin. E kam pas gjithmonë, do kam qenë gjithmonë që i vogël fare i
i pathyeshëm në kokëfortësinë për të nxjerrë timen, por sa më shumë ka kaluar koha, aq më shumë kam krijuar një mekanizëm të rimarrjes me veten time të asaj që është debatuar edhe të rikonsiderimit të gjërave. Ka ndodhur në raste të caktuara me njerëz kuptohet që me të cilët nuk kam rivalitete edhe të cilët nuk janë në arenën ku o do fitosh o do humbasësh. Ka ndodhur që ti shkruaj, ti them ishe drejt, shumë faleminderit sepse mendoj që fal debatit që patëm tani kam një pamje më të mirë ose kam një mendim më të drejtë lidhur me X gjë ose me X gjë. Si çdo gjë që ka nevojë për pak kohë ose për pak qetësi. Nuk e di, po domethënë Tony Blair ka shkruar një libër shumë të bukur për leadershipin edhe ka përcaktuar shumë bukur, thotë në fillim të gjithë liderët dëgjojnë. Pastaj ka një fazë kur nuk dëgjojnë. Pastaj vjen një fazë tjetër kur rifillojnë të dëgjojnë. Po ju ku jeni? Unë jam në fazën kur jo vetëm kam rifilluar të dëgjoj, por e kam krijuar plotësisht atë mekanizmin që thash që i përpunoj shumë gjërat më mbrapa, do më mendoj shumë mbrapa bisedat, debatet, gjërat që thuhen e tjerë. Aty për natyrisht që ashtu siç kam këtë mekanizëm, kam edhe mekanizmin tjetër që aty ku duhet edhe kaq. Kaq, po. No, aty ku duhet reflektuar gjë, duhet reflektuar edhe pikë. A jeni lodhur duke qenë vazhdimisht i pakënaqur, sikurse thatë, nuk ka patur momente që jeni lodhur nga kjo gjë? Patjetër që ka patur momente që dhe ka momente kur mi ngrep edhe pyetjen pse duhet të vazhdoj të luftoj, por unë kam gjithmonë një zë që më vjen në ndihmë në përgjigje të kësaj pyetje. Edhe është një nga zërat që i kam në atë fonotekën time të kujtesës. Është zëri i personazhit Kazanzakisit kur flet me kapitenin, kapedanin, dhe janë në anije dhe po i afrohen një porti. Kështu e mbaj mendum të se në i vogël, po gjithmonë dhe ku ai thot jeta ja kështu është jeta, thot si anije që në fund ndalon në një liman dhe liman është vdekja. Edhe ky i thot po qofse është kështu, po qa pse duhet luftojmë? Edhe ai thot mos pyet, thot lufto. Kështu që kur vjen pyetja pse, unë them është pyetja problemi, nuk është arsyeja pse ngrihet pyetja dhe mbaron aty. Ju falenderoj shumë për falenderoj bisedën, ishte kisha një që më merak në fillim, se thash çat si do ta do më lejoni mua bashkëtesën në tavolinë mes gjuhës së folur edhe gjuhës së kënduar, por bukur ishte. Faleminderit. Nuk mbaron. Evolucioni i betarëve. Ky është për djalin, se është fiks për moshën e tij. Po duhet ndërkohë ta sillim në klubin tënd që të përqendrohet dhe që ta lexojë të gjithin. Ndërsa ky është për zonjën Rama, sepse ka një të veçantë ky libër. Ky është botimi i parë i Liza në botën e çudinavet në elbasanisht. Ai çudinavet, po. Nga 2 martir i kam quajtur unë, që u persekutuan pas i botua ky libër.
dhe që kam patur kënaqësinë të argumentoj se si elbasanishtja mund ta mbajë anglishtën, përpara disa skeptikëve të kohës që mendonin që elbasanishtja nuk e mbante dot anglishtën si dialekt. Dhe sepse gjithmonë kam menduar si Virginia Woolf që Diza në botën e çudinave nuk është një libër për fëmijë. Dhe e fundit, duke qenë që ky libër shumë i përdor, a mund të më jepni mua një autograf? Patjetër. Këtu, poshtë asaj që më ka shkruar djali im. Një tip i mirë për fëmijët që të lexojnë sa më shumë është 10 faqe prindi dhe 10 faqe fëmija kështu. Edhe unë me djalin kështu kam bërë sepse dhe ai erdhi në një moshë nuk donte të lexonte më. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.